Prej 1 maj deri me 30 qershor duhet të ulen çmimet e karburanteve në Gjermani për 17 cent. Kështu ka vendosur qeveria gjermane, e cila ka vendosur pra të ulta timet dhe çmimet, ndaj shpresoj shumë që të mos ketë keq përdorime nga kompanitë e karburanteve. Vendimi është marrë për shkak të luftës në Iran dhe rritjes marrëmendse të çmimeve të karburanteve kohët e fundit, besoj se e keni parë të gjithë. Qeveria ka krijuar edhe një komision për kontrollin e zbatimit të këtij vendimi në mënyrë që të përfitojnë qytetarët dhe jo kompanitë. Por, goxha shumë jam i bindur se edhe këtu do të ketë të paktën përpjekje për manipulime dhe mashtrime me çmimet. Pse po e them këtë? Unë kam shumë qejf që të mos kam të drejtë kësaj radhe, por nëse nisemi nga përvojat e fundit, kam frikë se mund të ketë përpjekje të paktën për manipulime. Besoj se të gjithë e dini, por po e them edhe këtë. Qeveria gjermane ka vendosur para ca kohe që çmimet e karburanteve në pikat e karburanteve, pra në tankshtele apo pompat e benzinës, siç i thonë në disa rajone, mund të rriten vetëm një herë gjatë ditës dhe atë në mesditë. Fjala është për Gjermaninë natyrisht. Ndërsa çmimet mund të ulen më shpesh, sipas dëshirës. Ndryshe, nëse nuk respektohet ky rregull, atëherë kompanitë mund të gjobiten deri me 100.000 euro. Media gjermane kanë bërë të ditur sot një studim dhe kanë konstatuar se vetëm gjatë prillit janë konstatuar pra rreth 60.000 raste të shkeljes së këtij rregulli, që do të thotë se çmimet e karburanteve gjatë ditës në tankshtele janë rritur më shpesh se sa një herë. Këto janë rastet e konstatuara, ndërsa dyshohet natyrisht se mund të ketë edhe më shumë raste të tilla. Ndaj, dyshoj edhe unë se mund të ketë manipulime edhe me çmimet e karburanteve tani, dhe se këto 17 cent që ka parashikuar qeveria nuk do të shkojnë në xhepat e konsumatorëve, por një pjesë ndoshta do të përfitojnë edhe vetë kompanitë që nuk është e parashikuar kështu. Por siç e thash, shpresoj shumë që nuk kam të drejtë. Sidoqoftë, nga data 1 maj do të duhej të uleshin çmimet e karburanteve në pikat e karburanteve për 17 cent për 1 litër. E ju, nëse vreni ndonjë marifetlëk, më duhet të them ashtu, me siguri që mund të shkruani këtu në video, por edhe ta raportoni tek autoritetet, sepse edhe për këto shkelje do të ketë sanksione. Ndërsa unë ju uroj rrugë të mbar kudo që shkoni dhe çmime sa më të volitshme, nëse mund të thuhet diçka e tillë në kohën e sotme, kur vetëm në prill për shembull është rritur inflacioni me 3% në mbar Bashkimin Evropian. Ndërsa në Gjermani inflacioni është rritur me 2.9% në prill. Faleminderit dhe miropafshim, dhe mos harroni ta na shkruani dhe të na njoftoni me gjendjen në tankshtelët, pra në pikat e karburanteve që përdorni ju. Miropafshim.